Në media është publikuar një video ku kryeministri Edi Rama shihet në Itali teksa zhvillon një bisedë telefonike me tone të larta dhe tensionuese. Në pamjet e publikuara, Rama i drejtohet bashkëbiseduesit me fjalët: "A je ti bashkëkryetar apo çfarë je, pse pengon?", ndërsa përmend dhe grupin, duke rritur dyshimet për përplasjet brendshme në Partinë Socialiste. Personi në anën tjetër të telefonit mund të jetë Arbian Mazniku, por kjo nuk është konfirmuar. Vizita e Ramës në Rom vjen në kuadër të samitit ndërqeveritar Itali-Shqipëri. Mbledhja e përbashkët pritet të finalizohet me nënshkrimin e 16 marrëveshjeve të bashkëpunimit mes dy vendeve në samitin e parë ndërqeveritar mes Shqipërisë dhe Italisë, me pjesëmarrjen e kryeministrave Giorgia Meloni dhe Edi Rama, si edhe rreth 20 ministra nga të dyja qeverit. U nënshkruan marrëveshjet përbashkëta për bashkëpunim në 10 fusha të ndryshme, si kujdesi shëndetësor, energjia, mjedisi, industria e sigurisë dhe mbrojtjes, menaxhimi i imigracionit, arsimi, inovacioni, diaspora, transformimi ekonomik dhe rritja e zgjuar. Në agjendë janë përfshirë edhe çështjet e politikës europiane dhe ndërkombëtare, me fokus në luftën në Ukrainë dhe mbështetjen italiane për ndarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për Ramën kjo e sotmja është një ditë historike, referuar mbledhjes së përbashkët të dy qeverive. Në pritjen zyrtare që ju rezervua kryeministrit shqiptar, ky i fundit u pasi gjithmonë me puthje përqafime me homologen italiane Giorgia Meloni.